Po të di çka ka bë dhe çfarë bën Amerika për Kosovën, asnjë kosovar, asnjë shqiptar nuk ishte më refuzuar dhe ndoshta edhe ne nuk jemi të parë në Kosovë që e përdorim. Zoti Palushi ndodhi një farë keqkuptimi lidhur me gazin amerikan. Thanë që Frutexi para shtetit po lidhet me gaz amerikan për energji elektrike. Çka ndodhi realisht? E vërtetë është pak më ndryshe. Në fakt ka disa javë që ne kemi hulumtuar lidhur me mundësinë e furnizimit me gaz alternativ, për asaj që përdoremi aktualisht, e që është gazi butan propan dhe që është produkti i naftës. Mirë po edhe me rritjen e çmimit të naftës, përkatësisht të butan propanit, dhe edhe me thirrjen e ambasadës amerikane për përdorim të gazit amerikan, ne kemi vendosur që të kalojmë në përdorim të gazit natyror, që është prodhim amerikan, dhe që janë disa arsye. Arsyeja e parë është që ekonomikisht është më i favorshëm dhe i ul kostot, përkatësisht çmimi ndalon për gati 20%, dhe arsyeja e dytë është që është shumë më ekologjik. Arsyeja e tretë është që në Bashkimin Evropian nga ky vit ka filluar aplikimi i taksës ekologjike në disa prodhime, dhe meqense ne eksportojmë gati në 20 vende të Bashkimit Evropian, mund që në të ardhmen e afërt na prek edhe neve kjo që na vendos ndonjë taksë ekologjike, dhe me kalimin e përdorimit të këtij gazi, sigurisht se emitimi i gazrave të CO2-shit janë më të ulta dhe praktikisht eliminohet një mundësi e aplikimit të një takse, përkatësisht rritjes së çmimit të produktet tona në tregun evropian. Po, domethënë bëhet fjalë për gaz cilin ju e përdorni për prodhim. Për prodhim, domethënë për prodhim të avullit, i cili është përdoret në procesin teknologjik, dhe jo si zëvendësim e energjisë elektrike. Po, domethënë nuk ka të bëjë me energjinë elektrike. Jo, energjia elektrike vazhdon. Del më lirë, edhe është më ekologjik, dhe është i Amerikës, dhe për ne vetë sigurisht që është një siguri më e madhe. Edhe siguri, po të di çka ka bë dhe çfarë bën Amerika për Kosovën, mendoj që asnjë kosovar, asnjë shqiptar nuk kishte më refuzuar dhe ndoshta edhe ne nuk jemi të parë në Kosovë që e përdoremi. Po. Thjesht ne vetëm e kemi deklaruar që do të fillojmë një përdorim të tillë, tu marr parasysh edhe thirrjen e ambasadës së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, edhe ishim javën e kaluar në një takim me ambasadë përfaqësues nga oda ekonomike amerikane, dhe ne deklaruam edhe aty që do të kalojmë dhe presmi pas disa investimeve, jo në tubacione. Ajo nuk na takon neve, as nuk kemi mundësi ekonomike, po as ligjore, por thjesht është bartja me cisterna nga portet greke, ku kemi më afër, dhe vjen në gjendje, përmes cisternës në gjendje të langtë, pastaj rikthehet në gjendje të gazt dhe shkon në përdorim të shfasin paka shumë edhe tubacionet ato që me pa procesin qytetar. Domethënë gazi amerikan mbrin nëpër vendet e Ballkanit këtu afër, ose në Greqi për shembull, portet më të afra, dhe nga aty përmes cisternave pastaj vjen në Kosovë, transportohet dhe vjen deri në fabrikë, ku pastaj kalon nëpër faza të tjera të prodhimit. Sigurisht shumë më mirë do të ishte për ne si prodhues, po edhe për qytetarët e Kosovës, sigurt të kishte Kosova gazifikimin përmes tubacioneve, siç më duket, nëse s'gaboj e ka Maqedonia dhe vende të tjera po, dhe do të ulte sepse ne e dim që gjitha vendet në Bashkimin Evropian, përkatësisht në Evropë, e përdorin edhe anvisërit, sepse është kostoja e prodhimit të tij më e ulët dhe kështu do të ndikonte në ekonominë normalisht edhe familjare. Pra edhe për ka energjia elektrike, ju po thani që nëse vetë shteti e kish mundsu lidhen ashtu siç ka bëu thirrja ambasada amerikane, i shkon më mirë edhe për bizneset prodhuese. Sigurisht që po, nëse do të bëhet lidhja, dhe unë besoj që do të bëhet, sepse çdo sugjerim që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri sot ka gjetë mbështetje nga çdo do prej qeverisë, natyrisht besoj edhe nga kjo qeveri, sepse në fundit është edhe të mirë të Kosovës, si nga ana strategjike, po ashtu edhe ekonomike.